Është riaktivizuar gjatë ditës së sotme vatra e zjarrit në pjesën veriore të masivit pyjor të Drenijes në drejtim të fshatit Drenie. Për normalizimin e situatës në terren janë angazhuar 5 mjete zjarfikëse, 25 efektiv të MZSH-s dhe 15 forca bashkiake. Ndërhyrja nga toka po has vështirësi për shkak të terrenit të vështirë dhe intensitetit të zjarrit. Edhe banorët po përpiqen të japin kontributin e tyre për shuarjen e flakëve me ç'të munden. Përpiqemi me mishe, me shpirt, me mjete rrethanore, edhe ndihma e zjarfikësve. Dhe kaq po mundohemi të shpëtojmë sa të mundsim nga zjarri, nga flakët. Rrezik janë banesat janë aty poshtë, tokat me ullinj, arat, vreshtat, tëra, gjallë, kush ka gjetë gjallë, to janë rreziqet. Zjarri rrezikon tërë pasurinë, edhe pishat e digjen e pasuri. Është mushkria myzeqes, mushkria e mund të theme deri në Durrës, kjo pjesë. Vetëm për atë është mbjell edhe është vendosur qysh në atë kohë. Po ka është një shtëpi këtu poshtë, ja avioni erdhi, shqyqi erdhi. Ka si mos themi, po na ndihmojnë. Për shuarjen e zjarrit në zonën mes Drenijes dhe Gjinoqarës në bashkim Patos po ndërhyet edhe nga ajri. 2 avion zjarfikës kanë nisur hedhjen e ujit mbi vatrat e zjarrit me qëllim frenimin e përhapjes së flakëve dhe normalizimin e situatës.